one year and a half. Wonderful. And when I used to study English, we used to study it at the church place for like free. Information I didn't know. With different Americans. Cool. And it was really an experience for me. It was really nice. Praise the Lord, man. Praise the Lord. Happy you're here. Happy you're here. Yeah, me too. Okay, Mirman Jess. Mir Sayerda. Po, I have. Okay, jemi kisha baptise par, e Pristinas, dhe jemi shumë falëndrues Kenny Vendosur të ardhëroni me neve. Dhe sot është shumë e veçantë because sepse kam musafer, ni du tre musafer. Dhe është shaku im Erion do të predikon sot. Dhe është shumë e veçantë sepse tani kemi një Bibël në shqip, është një përkthimi I ri, është shumë e bukur, është në mendjen time është perfekt. Dhe është shumë e veçantë. Dhe sot Erion do të predikon nga Bibla, këtë Bibla. Dhe është herë e parë apo jo? Wow, fantastic. Dhe është arsye të adhurojmë apo jo? Okay, mirë, fantastic. You want to speak? Po. Okay. Kemi pak vargu nga Bibla, sepse sot ne do të flasim për Bibla, patjetër. Edhe Bibla është e përsosur, shumë e rëndësishëm për ne, edhe është jap shpëtimin ton, është shumë mirë. Edhe në Salmet, në Bibla, në libri Salmet, kapitull 19, vargu 7 deri në 11, Zoti tha, ligji I Zotit është I përsosur dhe e konverton shpirtin. Dëshmia e Zotit është e sigurt dhe e bën të ortë të thjeshtin. Statutet e Zotit janë drejtësi bërëse dhe e ngazëllojnë zemrën. Udhërimi I Zotit është I kulluar dhe I përndrit syt. Frika e Zotit është e pasur dhe vijon për jetë. Gjykimet e Zotit janë plotësisht të vërteta e të drejta. Ato janë për të dëshiruar më shumë se ari, po, se sa shumë arsafi. Janë edhe me të ëmbël se mjalti dhe huajli I tij. Për me tepër, me anë të tyre shërbëtori yt paralajmërohet dhe në ruajtjen e tyre ka shpërblim të madh. Amen. Amen. Okay, Jezusi është I denja apo jo? Mirë. Arlindi. Yes. Mund të lutje për ne, për shërbimi? Hajde, hajde. Should I do this? Yeah. I can't. Should I put it here? Sorry. Oh. Zoti ynë aty on qiellor, faleminderit Zot që I ka që mirë, që na ka mundësinë që na mund ta kusat dhe me vazhdu me fol për fjalën tënde. Zot po lutem për vendin edhe për Erionin përderisa këta e predikojnë sot fjalën tënde që ti je shtetë dhe flasësh për mes tyre. Zot faleminderit që I ka që mirë dhe që je afër neve edhe për këtë këshia që e keni ti afër neve për me ndajnë mu për më shku për të tyre. Në emrin ta Zoti Jezus, po lutem që ti je ti afër neve sot. Amen. Amen. Faleminderit Arlindi. Okay. Let's have a run. Po. Stand up. Le të çohemi, po. Mirë është. Okay, gati? Po. Sa mirë që
Okay. Let me start over. Gjithjetën time të do ta kushtoj.
new guitar players in the worship team. Make a joyful noise. Amen. Oh, we can make joyful noises for sure. Okay, Lavdi Zoti. Team 1 2. Pop, Yemi Keisha Baptiste Par, Disa Noif Team. Ashta Kimi Du Sherbim Na Yav. Okay, ni Ashnia Taenteve, Ashnia Studimi Biblis. Domatan Ashnia group discussion. Bosch, Ashta Shumamir, me good vibes. They P Cafe, na Red, Katieter. They let Zoim Ni Lieber na Bibel. They Kimi Diskutim. Bosch, Shumamir, per Zemratime, the per knowledge. Nyori, a Biblis. They per Marlenius a Jesusi. Okay? They Sherbimi Tieter Ush so. Ush Naoran Nibithiet na Tadielin. They Haida, you're welcome to come. We have fun here. So praise the Lord. Amen. Okay, ni Noif Team Tieter, Ushta Stadt Mai, Ushnia Conference na Tiran, per Themi Iri. Ashumir, and they Ushta Hapor to public. They anyone can come, and it'll be fun. We're going to explain the Bible, and it'll be Koha and Mir. They the orange far. Just a Jusum in the dark. Jas a Jusum Nadar. They Chvarash Vendi. Universiteti Arteve. Universiteti Arteve. Sala. Emada. One big. Okay. So, Haida. Okay, Tani, per momenti, jam shumë ilum torvla, për ty të predikon tek neve. Okay. Yeah, man, now I'm getting corrected on all my Albanian. That's great. That's why you have me, I'm gonna teach you. Thank you. Yeah, you're doing great. Us, bikini ma, vla, pra, Haida, man, we want to learn the Bible. Finally, we learn the Bible on Sundays. Everyone's here. Good? Oh, sorry. You got it? Po. Good? Okej, faleminderit shumë Vini për kohën e prezantimit në adhurim, gjithashtu sa ta gjej pak të si ta hap se jam pak i sfiduar nga ana e teknologjisë. E gjeta, po. E gjeta. Okay. Hapa aplikacionin e gabuar. Mirëmëngjes edhe një herë. Lavdi Zotit, është shumë privilegj që të jem këtu sot. Me Vinin dhe Megan jemi njohur komo përpara, ka shumë vite. Ne kemi qenë te kisha e tyre në Amerikë. Është një kishë që ka mbështetur përkthimin e kësaj Bible në Shqip. Kjo është Bibla e re që sapo është përkthyer. Nuk e di e pat logon apo jo. Është në ekran, është me elemente patriotike edhe biblike. Gjithashtu. Edhe le të them që është bekim që jemi sot këtu. Zoti është i mirë edhe Zoti po bën shumë gjëra këtu. Kështu që unë jam shumë entuziazmuar për atë që Zoti do vazhdoj të bëjë në këtë vend. Sepse çdo vend ka nevojë për fjalën e Zotit, ka nevojë për prezencën e atyre që predikojnë fjalën e Zotit dhe shpallin lajmin e mirë. Sot dua që të flas pak për përjetësinë dhe për fjalën e Zotit. Është një pasazh nga Luka kapitulli 16. Unë gjidhe sipas Lukës kapitulli 16. Vargjet do të jenë në ekran, po mund të ndiqni
vetë, në qoftë se doni ta ndiqni në telefon me Biblën e re. Okay? Bibla.online. Bibla.online është faqja në web që mund ta hapni dhe mund ta ndiqni së bashku. Ky është teksti i përkthimit të ri, Bibla.online. Dhe së shpejti do kemi dhe aplikacion. Kështu që dash Zoti në 2-3 javët e ardhshme do kemi një aplikacion që do ta hedhim online, që në telefon duket shumë mirë. Por nëse keni kompjuter të madh, hapni website-in sepse duket edhe më mirë në ekran të madh. Tek Luka kapitulli 16 është një histori që vetë Zoti Jezu Krisht e tregon. Kështu që unë do filloj të lexoj në vargun 19. Thotë ishte një njeri i pasur që vishej me ngjyrë vjollc e li safi dhe ja kalonte shkëlqyeshëm çdo ditë. Dhe ishte një lypës me emrin Lazar që shtrihet te porta e të pasurit plot me plag dhe dëshironte të ushqej me thërrimet që binin nga tryeza e të pasurit, madje qend vinin e i lëpinin plagët. Dhe ndodhi që lypsi vdiq e u mbart nga engjëjt në gjit e Abrahamit dhe i pasuri vdiq e u varros. Atëherë i pasuri tha: "O atë, të lutem atëherë që ta dërgosh", duke se eca shumë përpara. Vargu 23. Dhe duke qenë në tortura në ferr, ai ngres syt lart dhe shes së largu Abrahamin si dhe Lazarin në gjit të tij, dhe ai thirrje e tha: "O atë Abraham, ki mëshirë për mua dhe dërgo Lazarin që të ngjyej majën e gishtit në ujë që të më freskoj gjuhën, sepse po torturohem në këtë flak." Por Abrahami tha: "Bir, kujtohu se ti i more të mirat e tua gjatë jetës sate, e po kështu Lazari mori të këqijat, por tani ai po ngushëllohet kurse ti po torturohesh. Dhe përveç gjithë kësaj, midis nesh dhe jush, është vendosur një honi i madh, kështu që ata që duan të kalojnë nga këtu te ju nuk munden, e as ata që duan të vinë prej andej s'munden të kalojnë tek ne." Atëherë i pasuri tha: "O atë, të lutem atëherë që ta dërgosh atë te shtëpia e Timeti, se kam 5 vëllezër me qëllim që Lazari t'u dëshmoj atyre që të mos vinë edhe ata në këtë vend torture." Abrahami i thot: "Kanë Mojsiun dhe profetët, le t'i dëgjojnë ata." Por ai tha: "Jo atë Abraham, por po të shkoj tek ata, njëri prej të vdekurve do të pendohen." Dhe Abrahami tha: "Nëse nuk dëgjojnë Mojsiun dhe profetët, atyre nuk do të mbushet mendja edhe po u ngjall një prej së vdekurish." Kjo është një histori që Zoti Jezu Krisht e tregon në lidhje me 2 personazhe, i pasuri që nuk ja jep emrin, po dhe Lazari. Dhe nuk është një shëmbëltyr. Shpeshherë Jezusi flet me shëmbëltyra, por kur ai tregon një ngjarje që është ngjarje e vërtet, ai jep emra specifik. Kështu që kjo nuk është shëmbëltyr, është një ngjarje e vërtet sepse ka emra specifik. Dhe ai të tregon së pari do shohim përkohshmërinë e jetës. Pra që jeta në mish, në këtë trup që jemi ne, është e përkohshme, ka një afat që s'ka don. Dhe tregon për këtë njeriu e pasur që kalonte mirë. Dhe ai nuk mendonte për gjërat e përjetësisë, nuk mendonte çfarë do të ndodhte pas vdekjes. Çdo gjë në lidhje me jetën e tij ishte për tani. Çfarë duhet ndodh tani, si ta rregulloj veten tani, i kam gjërat mirë me pasuri, me punë, me gjërat e tjera, dhe nuk mendon për përjetësinë. Po kjo gjë është shumë e përkohshme, kjo gjë do të kaloj. Dhe kur Jezusi flet për përjetësinë tek Marku kapitulli 8, në vargun 36 thotë: "Sepse çdo bi do të ketë njeriu, po të fitoj të tërë botën e të humbas shpirtin e vet. Ose çfarë të jap njeriu në këmbim të shpirtit të vet." Pra kur Zoti flet për përjetësinë dhe për shpirtin e njeriu, ne jemi krijuar në shëmbëltyrën e Perëndisë. Dhe ne jemi qenie të përjetshme, ne do ekzistojmë në përjetësi. Kur trupi mishi ynë të vdes, shpirti ynë kalon në përjetësi, ai nuk zhduket. Dhe Jezusi thot: "Çfarë do bie ka një njeri, në qoftë se fiton të tërë botën, po humbet shpirtin e vet?" Pse? Sepse bota është e përkohshme, shpirti është i përjetshëm. Dhe jeta që ne jetojmë në këtë kohë, në qoftë se ne mendojmë vetëm për këtë jetë dhe nuk kemi një plan për përjetësinë, ku do të kalojmë përjetësinë? Çfarë do të bëhet me shpirtin tonë? Kur Jezusi e vën në peshë vlerën e shpirtit të njeriu me pasurinë e botës, ai thotë që shpirti është më i vlefshëm se sa pasuria e të tërë botës. Dhe po të mendosh,
bota ka shumë pasuri. Në qoftë se i merr me radhë to rrugët në Prishtinë, e thua sa kushton kjo, po ti mbledhësh ato, bëhet goxha pasuri. Po Prishtina është shumë e vogël krahasim me gjithë botën. Bota ka goxha vlerë nga ana monetare. Por Jezusi thotë shpirti i njeriut është edhe më i pasur, vlen edhe më tepër se sa gjithë pasuria e botës. Atëherë, çfarë zgjuarësie është që njeriu të jap diçka tjetër në këmbim të shpirtit vet? Pse? Sepse shpirti është shumë i vlefshëm. Dhe ka një përjetësi, prandaj do flasim për realitetin e përjetësi. Ky njeri vdiq dhe thotë në vargu 23 thotë duke qenë në tortura në ferr, ai ngre syt lart dhe sheh se largu Abrahamin dhe Lazarin në gjitë të tij. Dhe ai thirrri e tha: "O At Abraham, ki mëshirë për mua dhe dërgo Lazarin që të ngjyej majën e gishtit në ujë, më freskoj gjuhën, sepse po torturohem në këtë flak." Bibla na mëson që ka dy vende ku njerëzit mund të kalojnë përjetësinë. Dhe këto dy vende janë ose në ferr ose në parajs. Çfarë është ferri? Ferri është vendi ku njerëzit paguajnë për mëkatet e tyre. Dhe ai e jep në këto vargje si një vend që është me flak, ku njerëzit nuk gjejnë shpëtim nga dhimbjet e flakëve. Dhe ky njeri kërkon, kur është në ferr, kërkon edhe pak ujë që t'ia freskojë gjuhën, sepse thotë po torturohem në këto flak. Ky është vendi ku njerëzit shkojnë, jo sepse Zoti nuk i do njerëzit. Zoti i do njerëzit, por Zoti do që ata të shpëtohen, njerëzit janë mëkatar. Atëherë Zoti ka vënë një plan se si t'i shpëtojë njerëzit nga kjo përjetësi. Por nëse dikush e refuzon ungjillin, e refuzon planin e Zotit për të shpëtuar, Zoti është i shenjtë, nuk mundet që ta tolerojë mëkatin. Dhe Zoti do dërgojë mëkatarët në ferr, sepse ata vendosin që të refuzojnë planin e Zotit. Atëherë ky njeri kur është në ferr nuk mendon më si e kalova jetën kur isha në tokë. Ai kërkon tani diçka që ka të bëjë me realitetin e tij të përjetësisë. Ai kërkon pak ujë që t'i freskojë gjuhën, por ai nuk e merr atë gjë. Sepse është në një vend që po torturohet për shkak të mëkateve të tij. Dhe te Hebrejt 9:27 Bibla thotë sikurse është përcaktuar që njerëzit të vdesin një herë, por pas kësaj vjen gjykimi. Pra një njeri që vërtet e kupton realitetin e përjetësisë do i kushtoj vëmendje shpirtit të vet. Çfarë do të ndodh me mua? Ku do ta kaloj përjetësinë? Pra njerëzit do të vdesin një ditë, të gjithë do vdesin një ditë. Ca jetojnë më pak, ca jetojnë më gjatë në këtë botë. Okej, por pas kësaj Zoti thotë që do të vi gjykimi. Dhe kur Zoti flet për rëndësinë dhe peshën e përjetësisë, ai thotë që nëse ka një gjë që ty të pengon për të shkuar tek përjetësia, për të marrë shpëtimin, atëherë hiq atë gjë nga jeta jote. Mos e lër që ajo gjë të bëhet pengesë. Shiko pak te Marku 9:43, pra është Zoti Jezu Krisht që flet. Dhe ai thotë nëse dora jote të skandalizon, preje, është më mirë për ty të hysh në jetë i gjymtuar se sa duke pasur dy duar të shkosh në ferr, në zjarrin që s'ka për të shuar kurrë, ku krimbi i tyre nuk vdes dhe zjarri nuk shuhet. Dhe nëse këmba jote të skandalizon, preje, është më mirë për ty të hysh i çal në jetë se sa duke pasur dy këmbë të hidhesh në ferr në zjarrin që s'ka për të shuar kurrë, ku krimbi i tyre nuk vdes dhe zjarri nuk shuhet. Dhe nëse syri yt të skandalizon, shkule, është më mirë për ty të hysh në mbretërinë e Perëndisë me një sy, sesa duke pasur të dy sy të hidhesh në zjarr ferri, ku krimbi i tyre nuk vdes dhe zjarri i tyre nuk shuhet. Pra Zoti thotë, edhe gjëra që ti i ke më të çmuara, dorën, këmbën, syrin, çdo gjë që ti e vlerëson aq shumë, nëse këto gjëra bëjnë pengesë që ti të hysh në përjetësi, hiq atë gjë nga jeta jote. Pra nuk po thot nxirrni sytë dhe prisni duart, por po thot ato gjëra që janë të çmuara për ju. Nëse ato gjëra bëjnë pengesë që ti të vish te Krishti, mos e lër asnjë gjë që të bëhet pengesë për përjetësinë tënde, sepse përjetësia ka më tepër rëndësi se sa çdo gjë që ti jep vlerë në këtë jetë. Jo se ato gjëra janë pa vlerë, të kesh sy apo dorë apo këmbë. Jo, ato kanë vlerë, po ato kanë një afat skadence, janë të përkohshme. Një ditë trupi ynë, sado i shëndosh që të jetë, sado i fortë që të jetë, një ditë trupi ynë do të vdes. Dhe atëherë ne do të përballemi me Perëndin, do të përballemi me përjetësinë. Prandaj ai thotë që është më mirë që ti hiqni të gjitha ato gjëra që ju i çmoni si të çmuara, por ato bëhen pengesë për të ardhur tek Perëndia. Te Zbulesa 21:8 thotë por frikacakët
dhe jo besimtarët, dhe të neveritshmit, dhe vrasësit, dhe kurvarët, dhe magjistarët, dhe idhujtarët, dhe të gjithë gënjeshtarët kanë për ta pasur pjesën e tyre në liçenin që digjet me zjarr e squfur, që është vdekja e dytë. Kur ne mendojmë ndonjëherë për jetësinë, dhe kush do të shkojë në parajs, kush do të shkojë në ferr, ne shpeshherë kemi këtë idenë që vetëm njerëzit më të ligj shkojnë në ferr. Zakonisht vjen në mendje Hitleri ose Stalini ose këta që kanë bërë masakra të mëdha ndër njerëz në popullsi, dhe okay, ajo është e vërtet. Por kur Zoti jep listën e atyre që do të shkojnë në ferr, shikoni se kë vë të parët në listë. Të parë në listë janë frikacakët. Dhe kur unë si besimtar i ri para shumë vitesh e kam lexuar këtë varg, nuk e kuptova. Thash, po Zot, po me frikacakët çfarë ke? Pse si lë rahat frikacakët? Ata të shkretët kanë frikë. Pse janë ata të parët në listë? Sepse frikacak në këtë kontekst është një njeri që ka frikë të marrë një vendim për të vërtetën. Ai nuk do të marrë një vendim për të vërtetën, sepse ka frikë çfarë do thonë shokët, çfarë do thotë familja, çfarë do thotë lagja, çfarë do thotë shoku apo shoqja që më pëlqen apo që e pëlqej. Dhe ai e ka dëgjuar të vërtetën, ai e di të vërtetën, por nuk merr një vendim sepse ka frikë, sepse gjërat që ai çmon janë gjërat toksore, nuk janë gjërat e përjetshme. Dhe aty thotë jo besimtarët, e neveritshmit e të tjerë, por janë dhe gënjeshtarët në atë listë. Dhe të gjithë njerëzit janë gënjeshtarë. Pra askush nuk i shpëton kësaj liste. Por ka një mënyrë se si ti i shpëton, dhe kjo është nëse ti beson tek Ungjilli i Krishtit. Pse? Sepse Ungjilli i Krishtit është lajm i mirë. Ai fillon me një lajm i keq që ne jemi mëkatar dhe Perëndia është i shenjtë dhe Perëndia nuk e toleron dot mëkatin, Perëndia do ta gjykojë mëkatin, por nuk mbaron aty. Ai vazhdon me një lajm të mirë që Krishti erdhi për të vdekur për mëkatarët. Atëherë nëse ti e kupton që je mëkatar, ka shpresë për ty dhe shpresa është në Zotin Jezu Krisht. Por shpresa për cilën Bibla flet nuk është një shpresë në kuptimin që ka një probabilitet që kjo gjë do të ndodhë. Jo, shpresa e Perëndisë është një shpresë, Bibla e quhen të bekuar, është një shpresë e sigurt, është diçka që do të ndodhë me siguri. Pra Zoti na jep premtimin e tij që ne në Krishtin mund të marrim jetën e përjetshme nëse i besojmë atij. Te ligji për të hir 32:28 thotë, duke folur për kombin e Izraelit, thotë janë një komb i zbrazur nga këshilla, asnjëri prej tyre nuk e ka të kuptuarit. Thot Zoti, të ishin të urtë që ta kuptonin këtë, që të merrnin parasysh përfundimin e tyre të mëvonshëm. Pra dhe Izraeli në atë kohë ishte një komb që Zoti thot janë zbrazur nga këshilla, nuk kanë të kuptuarit, thot. Pse? Sepse po të ishin të urtë do ta kuptonin cili do të jetë përfundimi i tyre i mëvonshëm dhe do ta merrnin këtë gjë parasysh. Pra një njeri që jeton në këtë jetë pa marrë parasysh përjetësinë, nuk dallon nga kafshët. Sepse kafshët jetojnë vetëm me instinkte. Dua të ha, dua të jem mirë, dua të ngrohem, të jem pak në diell, më lini rahat, mos më bëri gjë, më jepni ushqim. Këtë mendojnë kafshët. Dhe nëse një njeri jeton vetëm për këtë realitet, vetëm për këtë jetë, atëherë ai po sillet si i tillë. Dhe Zoti thotë, jo, ti je krijuar në shëmbulltyrën time. Ti ke një përjetësi, ti ke një shpirt. Atëherë duhet ta marrësh parasysh përfundimin, çfarë do të ndodhë me ty, çfarë do të ndodhë me përjetësinë. Përjetësia është një realitet. Dhe në historinë tonë tek Luka 16, Abrahami i përgjigjet dhe i thotë, "Bir, kujtohu se ti i morë të tua gjatë jetës sate, po kështu Llazari i mori të këqijat, por tani ai po ngushëllohet ndërsa ti po torturohesh. Dhe përveç kësaj, midis nesh dhe jush është vendosur një hon i madh, është një distancë e madhe, një pengesë midis të dyja, kështu që ata që duan të kalojnë nga këtu te ju nuk munden, as ata që duan të vinë përandej s'munden të kalojnë." Kur Bibla flet për përjetësinë, ka vetëm dy vende. Ka ferr edhe parajs. Nuk ka purgator. Purgatori nuk gjendet në Bibël. Purgatori është shpikje e njerëzve. Edhe njeriu do të shkojë ose në ferr ose në parajs. Ata që kanë besuar tek Jezu Krishti do të shkojnë në parajs. Ata që nuk kanë besuar tek Krishti për faljen e mëkateve të tyre, do të paguajnë vetë për mëkatet e tyre. Dhe paga për mëkatin është vdekja, është dënimi në ferr. Atëherë i pasur i tha në vargu 27, "O At, të lutem atëherë që ta dërgosh te shtëpia e Timeti, sepse kam 5 vëllezër
me qëllim që Lazari t'u dëshmojë atyre që të mos vinë edhe ata në këtë vend torture. Ky njeri kur e kuptoi që realiteti i tij në ferr është i përjetshëm dhe ai nuk e ndryshon dot, mbasi ndodh, mund ta ndryshosh për sa kohë që ti je gjallë, por nëse ti pret të thua kam kohë, nuk do marr një vendim tani, një ditë do të ndodh kjo gjë dhe me ty dhe nuk do e ndrosh dot atë realitet. Dhe ai thot atëherë të lutem çoje te vëllezërit e mi që ti flas atyre që të paktën të shpëtohen ata. Të shikoni si përgjigjet Abrahami. Abrahami i thot kanë Mojsiun dhe profetët. Le ti dëgjojnë ata. Kush janë Mojsiu dhe profetët? Mojsiu është një nga personazhet më të rëndësishëm të Dhjatës së Vjetër, por nuk ishte gjallë në kohën që Jezusi e tregon këtë histori. Mojsiu shkroi 5 librat e parë të Biblës, kurse profetët shkruan librat e tjerë të Biblës, të Dhjatës së Vjetër. Edhe ai i thot, ata kanë fjalën e Perëndis, le të dëgjojnë fjalën e Perëndis. Kur i thot Mojsiu dhe profetët e ka fjalën, ata kanë Biblën, le ta dëgjojnë Biblën. Dhe ai thot, jo ato Abraham, por po të shkoj tek ata njëri prej të vdekurve, do të pendohen. Shumë njerëz mendojnë kështu me qëra fjala. Po të kthej në njëri nga të vdekurit, unë do ta besoja. Dhe si thot Abrahami? Abrahami i tha, në qoftë se nuk dëgjojnë Mojsiun dhe profetëve, atyre nuk do të mbushet mendja, edhe po u ngjall një prej së vdekurish. E disa herë kam dëgjuar unë këtë që njerëzit më kanë thënë, po të vinte një njeri nga të vdekurit, unë do ta besoja. Mbaj mend para ca vitesh po flisja me një djalë të ri. Edhe i thash këtë gjë që dëgjoj, thash, kjo që Bibla thotë është e vërtetë, ti ke një shpirt, do kesh një përjetësi, edhe ti do të shkosh diku, o në ferr o në parajs. Edhe i thash, shiko, unë nuk e besoj këtë, tha, fare që ka një përjetësi, tha, por po të vi dikush, tha, nga të vdekurit, e të ringjallet dhe të më tregoj mua që ka një përjetësi, unë do ta besoj. Edhe unë i thash, jo, nuk e për ta besuar. Jo, tha, do ta besoj, mos e diskuto. Në qoftë se vjen një njeri nga të vdekurit dhe më thot që ka përjetësi, ka botë të përtejme, atëherë unë do ta besoj. I thash, nuk do ta besosh. Do ta besoj, nuk do ta besosh, vazhdoj kjo për disa minuta. Edhe thash unë, ti që nga njeriu më me fat. Pse tha? Sepse i thash, unë vdiqa, edhe u ktheva nga të vdekurit dhe po të them ty tani që ka botë të përtejme. E di çfarë thaj? Po i ka tha, ku ka vdishja ti, edhe u ktheve. I thash, po a sa më the që po të vinte dikush nga të vdekurit, do ta besoje. Ja, unë vdisha dhe erdha. Unë nuk vdisha, e bëra për shaka me atë, por me që ai më tha që po të vinte dikush nga të vdekurit, do ta besonte, unë i thash, ja, unë vdisha dhe erdha, dhe ti prapë s'po e beson. Pse? Sepse përputhet me ato që thot fjala e Zotit. Fjala e Zotit thot, nuk do ta besosh, nëse nuk beson Biblën, nuk do ta besosh, nëse dikush të thot ty që vdiqa dhe erdha prej të vdekurit. Nëse ti refuzon zbulecën e fjalës së Perëndis, nuk do besosh asnjë gjë tjetër. Pse? Sepse e vërteta është që dikush vdiq dhe u kthye nga të vdekurit. Jezu Krishti vdiq, u varros dhe pas 3 ditësh ai u ringjall, dhe ai erdhi i gjallë prej së vdekurish dhe ai dëshmon që ka një përjetësi. Kështu që nëse një njeri nuk beson çfarë tha Jezu Krishti, nuk do të besojë asnjë gjë tjetër. Fjala e Zotit dëshmon për të vërtetën. Kështu që nëse dikush e refuzon fjalën e Zotit, atëherë nuk ka asnjë gjë që do t'ia mbushë mendjen. Zoti na ka dhënë fjalën e tij si dëshmi e çdo gjëje që ne duhet ta dimë për jetën dhe perëndishmërinë. Edhe së fundi dua të flas pak për rolin dhe rëndësinë e fjalës së Zotit. Çfarë bën fjala e Zotit për mua? Do t'i kalojmë shpejt këto referenca, por thjesht meditoni pak që çfarë peshe ka fjala e Zotit në jetën tënde. Fjala e Zotit të jep njohurinë për shpëtim, e 2 Timoteu 3:15. Thotë, dhe se që fëmijë i ke njohur shkrimet e shenjta që janë në gjendje të bëjnë të urtë për shpëtim nëpërmjet besimit që është në Krishtin Jezus. Pra Bibla dëshmon dhe na jep të tërë informacionin që na duhet si mund të shpëtohemi, si mund të pranojmë Jezu Krishtin, si mund të ta dimë me siguri që kur të vdesim do të shkojmë në parajs. Fjala e Zotit na jep këtë njohuri. Fjala e Zotit së dyti na rrit frymërisht. Te para Pjetër 2:2 thotë, si foshnja të lindura rishtaz, dëshironi qumshin e sinqertë të fjalës, që të rriteni me anë të tij. Kur ne pranojmë Jezu Krishtin, ne lindim nga ana frymërore. Por ne jemi si foshnje, ne kemi nevojë të ushqemi,
Ne kemi nevojë të takohemi me njëri tjetrin, të kemi studim biblike, të vim në Bibël, të bëjmë pyetje rreth Biblës, që dikush na tregojë çfarë thotë, dhe kjo sjell një rritje frymërore për ne. Dhe është fjala e Zotit që e bën këtë gjë për ne. Prandaj ai thot, ashtu si foshnja e vogël e dëshiron qumshin e nënës, kështu ta dëshironi dhe ju qumshin e fjalës Perëndis. Për ju është ushqim, është si ajo foshnja që rritet me anë të qumshit. Së treti, fjala e Zotit na ndërton. Te Veprat 20:32 thotë, dhe tani vëllezër, po ju lë të Perëndia dhe të fjala e hirit të tij që është në gjendje t'ju ndërtoj e t'ju jap një trashëgimi ndër të gjithë ata që janë të shenjtëruar. Nuk e di nëse ndodh këtu në Kosovë, po në Shqipëri, kur kalon fushave ndonjëherë, shef për shembull godina ose vila që kanë filluar, po nuk e kanë ndërtuar. Kanë hedhur shtyllat e betonit, por kalon aty vit pas viti, 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet, edhe është po njësoj. Edhe ndoshta ata kanë menduar që do u dilnin lekët, pastaj i ka ndodhur diçka dhe nuk i kanë dalë lekët edhe i ka prishur planet, po ngelin në atë stad. Edhe ka shumë besimtarë të cilët mund ta fillojnë me gëzim, por pastaj nuk ndërtohen dhe rrinë në atë gjendje ku janë foshnje nga ana e besimit. Edhe Zoti thotë që fjala e Perëndis sot është në gjendje që t'u ndërtoj, që t'ju rris. Së katërti të mban në rrugën e drejtë, 2 Timoteu 3:16-17 thotë, i gjithë shkrimi është dhënë me anë të frymëzimit të Perëndis dhe është i dobishëm për doktrinë, për qortim, për korrigjim, për udhëzim në drejtësibërje, që njeriu i Perëndis të jetë i përsosur, tërësisht i pahisur për çdo vepër të mirë. Fjala e Zotit është e dobishëm për doktrinë. Doktrinë është çfarë mëson Bibla. Është mësimi i sakt i Biblës. Për qortim, nëse ti devijon nga rruga, fjala të jep një paralajmërim, thotë ki kujdes. Për korrigjim, nëse je larguar nga rruga, fjala e Zotit është e aftë të të korrigjojë dhe të të sjellë aty ku duhet të jesh. Dhe për udhëzim në drejtësibërje. Pra si të vazhdosh të ecësh në rrugën e drejtë, që ti të jesh i përsosur, tërësisht i pahisur për çdo vepër të mirë. Së pesti, fjala e Zotit të forcon. Para Gjonit 2:14 thotë, ju kam shkruar juve djelmosha të rinj, sepse ju jeni të fortë dhe fjala e Perëndis qëndron në ju dhe ju e keni mundur të ligun. Ai e krahason rritjen tonë frymërore me ata që janë të rinj në moshë, që është karakteristike tyre që maten me sa të fortë janë. Për shembull, vini poston ato videot ku ngre ato peshat e mëdha. S'është aq i ri, po është i ri akoma, kështu që vazhdon ngre peshat, djemt janë të fortë. Po këtu s'ka fjalën vetëm nga ana fizike, juve ju kam shkruar juve sepse jeni të rinj, jeni të fortë dhe fjala e Perëndis pra ka fjalën nga ana frymërore, qëndron në ju dhe ju e keni mundur të ligun. Fjala e Perëndis të forcon. Së gjashti të jep siguri, para Gjonit 5:13 thotë, ju kam shkruar këto gjëra juve, që besoni në emrin e Birit të Perëndis, që ta dini se e keni jetën e përjetshme dhe që të besoni në emrin e Birit të Perëndis. Dhe ky është mirëbesimi që ne kemi në të, se po të kërkojmë në një gjë, sipas vullnetit të tij, ai na dëgjon. Fjala e Perëndis na jep siguri. Pra, bota mundohet me çdo mënyrë që të na mbush mendjen që ti nuk di dot asnjë gjë me siguri në këtë botë. Kam një shok që ka studiuar për filozofi. Edhe më tha, kur unë tha, para se shkoja në universitet, u futa atje, tha, fillova që kisha studiuar Biblën, dija shumë gjëra nga Bibla, por kur u futa atje, tha, dhe kalova 4-5 vjet në universitet për filozofi, ma bën trurin çorapi, themin në Shqipëri, ose dhall. Më ngatruan, tha, me shumë filozofi, me shumë gjëra. Po pse e thashun? Po sepse, tha, e gjithë filozofia bazohet mbi atë shprehjen e famshme të filozofëve grek, që e vetmja gjë që di me siguri është që nuk di asnjë gjë me siguri. Edhe i thashun, po mirë vëlla, unë ta kisha thënë këtë që përpara se të futesh në universitet, pse kalove 4 vjet duke studiuar, vetëm që ta dish që e vetmja gjë që di me siguri është që nuk di asnjë gjë me siguri. Bota nuk të jep siguri. Pse? Sepse bota nuk mundet ta di çfarë ndodh përtej kësaj jete. E vetmja gjë që na jep zbulesën e përjetësisë është fjala e Perëndis, dhe fjala e Perëndis ne na jep
siguri. Së shtati, fjala e Perëndisë të mban larg mëkatit. Psalmi 119:11. Fjalën tënde e kam shehur në zemrën time që të mos mëkatoj kundër teje. A do të ecësh larg mëkatit në këtë botë? Atëherë merre fjalën e Perëndisë, fshije në zemrën tënde, vendose atë në zemrën tënde. Dhe fryma i shenjtë do ta sjellë atë në kujtesë kur ti të kesh nevojë. Që të të kujtoj që mos e bë këtë gjë sepse kjo gjë nuk i pëlqen Perëndisë. Kjo është ajo që Bibla bën. Së treti, fjala e Perëndisë krijon stabilitet. Psalmi 119 vargu 133. Renditi hapat e mia në fjalën tënde, mos lejo asnjë paullsi të ketë sundim mbi mua. Ai thot renditi hapat e mia në fjalën tënde. Do thotë që ti ke një vizion, që ti ke një rregull. Kur ke një rend se si i hedh hapat, tregon që ti ke një stabilitet. Nuk je që e hedh hapin kot, apo nuk e di çfarë do të ndodh nesër. Ti mund mos dish gjëra që ndodhin në botë nesër, por ti e di që Perëndia është aty me ty dhe kjo gjë krijon stabilitet. Së nënti, fjala e Perëndisë të ruan nga gabimet. Mateu 22:29. Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre: ju gaboni duke mos i njohur shkrimet as fuqinë e Perëndisë. A e dini kujtja tha Jezusi këto vargje? Ju gaboni duke mos i njohur shkrimet? Ai po flet me farisejt. Kush janë farisejt? Farisejt janë drejtuesit fetar të asaj kohe. Dhe ata ishin të parët që e refuzuan Krishtin. Ai flet me drejtuesit fetar dhe u thot atyre: ju nuk i njihni shkrimet, edhe ju gaboni. Mendoni pak çfarë qortimi ka qenë për ata që e mbanin veten si njerëzit që ishin më afër Zotit, si njerëzit që e njihnin Zotin më shumë, por në fakt ata jeta e tyre ishte vetëm urdhërime, bë këtë, mos bë atë. Mendoni sikur sot Jezusi të vinte edhe do të fliste udhëheqësve fetar sot, priftërinjve, hoxhallarëve, do thoshte të njëjtën gjë. Ju gaboni duke mos i njohur shkrimet. Në qoftë se e gjithë marrëdhënia që ata predikojnë, marrëdhënia jote me Zotin është bë këtë, mos bë atë, atëherë ata nuk e kuptojnë Perëndin. Sepse Bibla dhe marrëdhënia me Zotin nuk është bë këtë, mos bë atë. Nuk është një ligj i tillë. Bibla dhe marrëdhënia me Zotin është që ti të njohësh Jezu Krishtin, që të dashurohesh me të. Dhe kur ti bie në dashuri me Krishtin dhe me karakterin e tij dhe me personin e tij, atëherë këto gjëra vijnë normalisht në jetën tënde, sepse ti do që ti pëlqesh Perëndis. Atëherë do të thotë që do të marrësh vendime të cilat janë vendime të drejta. Do të marrësh vendime që i pëlqejnë Perëndis, jo që i pëlqejnë botës. Prandaj Bibla të ruan nga gabimet. Së 10 Bibla të paralajmëron, në para Korintasve 10:11. Tani të gjitha këto gjëra u ndodhen atyre për shembuj dhe ato janë shkruar për përudhjen tonë, mbi ne të cilët kanë ardhur përfundimet e botës. Zoti u dha dhjatën e vjetër si një paralajmërim për ne që e lexojmë sot, që janë një shembull i gjërave që nuk duhen bërë. Gjëra për cilat Zoti na paralajmëron, ki kujdes, sepse këta njerëz e bën këtë gjë dhe ishte gabim dhe patën pasoja për to. Dhe kur ne lexojmë fjalën e Zotit, fjala e Zotit na ndriçon, fjala e Zotit na jep drejtim. Edhe ajo na paralajmëron për gjërat që nuk duhet të bëjmë, gjërat që nuk i pëlqejnë Perëndis. 11 Fjala e Zotit të flet në shpirt. Thotë sepse fjala e Perëndis është e gjallë dhe vepruese dhe më e mpret se çdo shpatë me dy tehe që depërton deri në ndarjen më dysh të shpirtit e të frymës, të nyjeve e të palcës, dhe është quese e mendimeve dhe synimeve të zemrës. Fjala e Zotit depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës. Nuk ka asnjë instrument njerëzor që të di të ndaj shpirtin nga fryma. Por fjala e Perëndis depërton deri aty, deri aq thellë. Dhe ajo të flet në atë mënyrë sa që nuk të flet dot asnjëri tjetër. Juve do ta vini re këtë gjë ndonjëherë, vini do të predikoj nga fjala e Perëndis dhe juve do t'ju duket sikur ai po të flet ty personalisht, sikur di diçka për jetën tënde. Kur unë besova në Zotin Jezu Krisht, pastori ynë Xhefi predikonte çdo të diel. Edhe unë isha në ato muajt e parë sa po isha shpëtuar, që i kisha besuar Krishtit. Dhe çdo të diel dukej sikur ai po predikonte kundër meje. Sa që një ditë, sepse ai po fliste për gjëra shumë specifike,
Edhe po thosha, ku I di ky që unë I bëj këto gjëra? Ai nuk dinte gjë. Po mua më dukej sikur ai I dinte. Pse? Sepse ai po predikonte fjalën e Zotit. Dhe Zoti po më fliste në shpirt, dhe unë e dija që këto gjëra ishin për mua personalisht. Ai sa një ditë u mërzita me motrën time sepse kujtova se ajo po I kishte treguar pastorit çfarë bëja unë në shtëpi. Edhe vajta I thash asaj që po ti pse I ke treguar pastorit, I thash për këto gjëra, çfarë bëj unë? Çfarë po thua dhe? Ku e di ai këtë gjë dhe fillova t'ja numëroja? Po jo më tha nuk I kam thënë gjë. Po jo më ku e di ai po fliste shumë specifik. Edhe ajo më tha mua, ore, në qoftë se Zoti ka folur për një gjë, zgjidhe me Zotin këtë punë. Unë nuk kam gish në këtë gjë. Po pse ndodhi kjo gjë? Kjo ndodhi sepse fjala e Perëndis depërton aq thellë, saqë predikuesi po flet për diçka që nuk e ka me ty, por Zoti e ka me ty. Zoti e merr fjalën e tij edhe të flet ty aq specifikisht për jetën tënde. Edhe Zoti është ai që e vë gishtin dhe thotë, Erion, ti ke nevojë për këtë gjë. Ti ke nevojë të rregullosh këtë gjë. Është Zoti ai që e bën, sepse fjala të flet në shpirt. Fjala të ruan, numër 12, nga frika për të ardhmen. Kam vetëm 120 gjëra, kështu që mos më ja, bëj shaka, nuk janë 16, jemi afër fundit. 12, fjala të ruan nga frika për të ardhmen. Mateu 24, Krishti thot, dhe keni për dëgjuar për luftra e kumte luftrash. Shihni të mos trazoheni, se të gjitha këto duhet të ndodhin, por nuk është ende përfundimi. Qielli dhe dheu do të kalojnë, por fjalët e mia nuk kanë për të kaluar. Jezu Krishti thotë, shikoni, do ketë kora në histori kur do të vinë kora shumë të vështira, do të dëgjoni kumte janë lajmet e luftës. Do të dëgjoni për luftra, apo dëgjojnë për luftra sot? Vetëm për ato dëgjojnë sot. Pra I thotë, shikoni, të mos trazoheni, sepse ende nuk ka ardhur përfundimi dhe ju duhet ta dini që qielli dhe dheu do të kalojnë, por fjalët e mia nuk kanë për të kaluar. Dhe njerëzit kur shikojnë lajmet tronditen shumë sepse e kuptojnë që bota është e trazuar. Edhe gjërat mund të ndryshojnë shumë shpejt. Ja jep në njërit në mendje që të krijojë një luftë, edhe padyshim Ballkani nuk është I panjohur me këto gjëra, edhe jeta jonë mund të ndryshojë komplet. Edhe Zoti thotë, shikoni, kur dëgjoni fjalët e mia, keni parasysh që nuk duhet keni frikë për të ardhmen, sepse pavarësisht çfarë do të ndodhë këtë jetë, ka një përjetësi. Dhe thotë fjalët e mia nuk kanë për të kaluar asnjëherë. Dhe ne mund kemi siguri në fjalën e tij. Së 13 fjala e Zotit na jep një këngë në zemër. Kolosianët 3:16. Fjala e Krishtit le të banoj pasurisht në ju me gjithë urtësinë, duke mësuar dhe përudhur njëri tjetrin me psalme dhe himne dhe këngë frymërore, duke I kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja. E dini pse ne fillojmë gjithmonë shërbesën me adhurim? Sepse Zoti na jep një këngë në zemër. Nuk ka asnjë personazh tjetër në botë, në të gjithë botën, që të adhurohet ashtu siç Krishti adhurohet, edhe 2000 vjet pas ardhjes së tij në këtë tokë, e gjithë bota, nga çdo komb, nga çdo fis, nga çdo gjuhë, nga çdo racë njerëzore, mblidhet një herë në javë minimalisht dhe çfarë bëjnë? Adhurojnë Zotin, I këndojnë Zotit. Nuk ka asnjë personazh tjetër në histori që ta ketë bërë këtë gjë. E mbani mend grupin Beatles, The Beatles. Apo jo? John Lennon, njëri prej tyre, tha në vitin 1966, herë ka vite kjo, po tha që krishtërimi do të zhduket, tha, edhe nuk do të ekzistojë më. Krishtërimi është kalimtar. Dhe këtë gjë e tha në Amerikë, faktikisht në Amerikë ka shumë besimtarë dhe ata u mërzitën shumë sa që filluan pati një reagim shumë të madh kundër grupit The Beatles. Edhe filluan që të refuzonin ato, nuk ishin CD atëherë, çfarë quhen ato pllakat e mëdha. Albumet e tyre nuk po I blenin albumet e tyre, dhe ai pastaj doli prapë dhe tha kërkoj ndjes, tha, për atë që thash, nuk dua të ofendoj të krishterët, thash thjesht mendimin tim. Tani sot John Lennon ka vdekur, edhe breza që të vi nuk do e mbajnë mend atë. Ndoshta po të lexojnë një libër historie, mund ta marrin vesh kush ishte John Lennon. Por Jezu Krishtin e din të gjithë kush është. Jezu Krishti dhe mbas 2000 vitesh vazhdon që të adhurohet në të gjithë botën. Nuk besoj që mbas 2000 vitesh
do vazhdoj njëri ta kujtoj John Lennon, apo të ketë kinez, apo japonez, apo australian, apo çfarë do lloj njerëzish në gjithë botën që ta adhurojnë John Lennon. Po Jezu Krishtin do ta adhurojnë. Pse? Sepse ai është Zot, nuk krahasohet njëri me Jezu Krishtin. 14 është fjala e Zotit të jep nga zëllim. I ka marrë dëshmitë e tua si një trashëgim të përjetshëm, sepse ato janë nga zëllimi i zemrës time. Nuk ka një libër si Bibla që të sjell nga zëllim kur ti e lexon, sepse ajo është fjala e Zotit. 15 është fjala e Zotit të bën të lirë. Gjoni 8, atëherë Jezusi u tha judejve që besuan atë, nëse vazhdoni në fjalën time, atëherë jeni vërtet dishepujt e mi, do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëj të lirë. A e di sa njerëz e citojnë këtë varg pa e ditur se nga vjen ky varg? Edhe njerëz që nuk janë në besim thonë, po, e vërteta do të bëj të lirë. po e ka thënë Jezu Krishti këtë gjë. Dhe ka thënë në një kontekst të caktuar që e vërteta është fjala e Zotit. Dhe e fundit është që fjala e Zotit të drejton tek Krishti. Gjoni 20:30. Dhe vërtet Jezusi bëri shumë shenja të tjera në praninë e dishepujve të tij që nuk janë shkruar në këtë libër, por këto janë shkruar me qëllim që ju të besoni se Jezusi është Krishti, Biri i Perëndis, dhe që duke besuar të keni jetë nëpërmjet emrit të tij. Bibla është shkruar që ne të njohim Jezu Krishtin. Një nga keqkuptimet më të mëdha për Biblën është që Bibla është një libër fetar, që ka ca rregulla që thotë bë këtë edhe mos bë atë. Ai është keqkuptim shumë i madh. Bibla është shkruar që ti të njohësh vetë Jezu Krishtin. Kush është Zoti Jezu Krisht? Në Shqipëri, nuk e di si është në Kosovë, por në Shqipëri kur bisedon me dikë për fjalën e Zotit, një nga gjërat që të pyesin më tepër është kjo: a lejon Bibla cigaren edhe alkoolin? Këtu e kanë halli me këto dy gjëra. Edhe unë i them, mos u shqetëso as për cigaren, as për alkoolin. A do ta njohësh kush është Jezu Krishti? Në qoftë se do të njohësh kush është Jezu Krishti, Jezu Krishti do të të drejtojë në çdo vendim në jetë. Pse e bëjnë ata atë pyetje? Sepse ata e shohin Biblën si kufizuese, që Zoti mezi pret të heqë ty gjërat që janë të pëlqyeshme për ty, cigarja edhe alkooli. Zoti nuk ka interes që të na heqë neve këtë gjë apo atë gjë. Zoti do që ne ta njohim atë personalisht. Dhe kur ne e njohim Jezu Krishtin, atëherë ai fillon që të na drejtojë hapat tona. Ai fillon që të na tregojë cila është udha, si të marrim vendime që i pëlqejnë Perëndis. Kështu që kur njerëzit duan ta përkufizojnë të gjithë Biblën, vetëm e bëj këtë ose edhe mos bëj atë, duhet ta dish që ata janë njerëz fetar. Zoti nuk është fetar, Zoti nuk krijoi fe. Zoti dha Jezu Krishtin që ne ta njohim atë personalisht. Dhe Bibla do të drejtojë te Krishti. Ai njeh Krishtin sot për mua ka qenë viti 1992. Unë jam pak në moshë tani, kanë kaluar shumë vite. Isha çuneri atëherë kur e pranova Jezu Krishtin. Po një ditë kuptova që unë jam mëkatar, që ka një Perëndi, ka një përjetësi, unë do të përballem me të. Por Perëndia nuk do që ne të paguajmë për mëkatet tona. Ai na deshin e aq shumë sa që e dha Krishtin, birin e tij të vetëm lindurin, gjën më të çmuar, që ai të vdiste në kryq për mëkatet tona. Dhe kur unë e kuptova këtë gjë, shkova tek Zoti, u luta dhe thash: Zot, unë jam një mëkatar, por e di që ti më do, e di që ti vdiqe për mua. Dhe dua që të shpëtohem, unë besoj tek Jezu Krishti. Nëse kjo gjë nuk ka ndodhur në jetën tënde, atëherë sa ditë e bukur është sot për ta marrë këtë vendim. Që të shkosh te Krishti të thuash: Zot, unë dua të shpëtohem, unë besoj që Krishti vdiq për mua. Jezu Krishti nuk është fe, është një marrëdhënie me Zotin e gjallë. Le të lutemi. Zoti i dashur, faleminderit për fjalën tënde, faleminderit për ato gjëra që ajo bën në ne. Edhe Zoti e di që sot i kaluam shumë shpejt këto vargje, por na ndihmo që të meditojmë pak për gjithë ato gjëra që ti bën nëpërmjet fjalës tënde në ne. Faleminderit Zot që na e ke dhënë fjalën tënde edhe në gjuhën tonë. Faleminderit Zot që ne mund ta lexojmë, mund ta mbajmë atë në zemrën tonë, Zot, që të mos mëkatojmë kundër teje, që të dimë si të ecim, të dimë si të rritemi, të dimë si të forcohemi, të dimë që ka një të ardhme të bekuar për të gjithë ata që i kanë besuar Jezu Krishtit. Zot, lutem për këtë kishë që të vazhdosh ta bekosh
të derdhësh hirin tënd mbi të Zot, që të vazhdoj të rritet, frymërisht të rritet në numër, që të shpalli emrin tënd në Prishtinë dhe kudo në Kosovë, që të gjithë ky popull Zot ta njohë Jezu Krishtin, për shkak të dashurisë tënde të madhe që ti ke për ne. Në emrin e çmuar të Krishtit lutemi. Amen. Ariel, can you Oh. speak a little bit for the Oh. upcoming events and maybe the website, Okej, just so we have you on recording and po, we get that out? patjetër. Atëherë në datën 7 maj në Tiranë do të bëhet promovimi i Biblës së re, Bibla Kristoforidi i dytë. E keni këtu një printim të kësaj, kjo është Bibla që dash Zoti do vi, janë rrugës ende, janë në kontenier, po në 7 maj do bëjmë promovimin e kësaj në Tiranë, tek Fakulteti i Arteve, është salla e madhe të Akademia e Arteve, pranë sheshit Nën Tereza të Universiteti i Madh. Ai do të jetë një kohë festimi, gëzimi, do ketë këngë, do ketë adhurim, do ketë lexime nga fjala e Perëndis, do kemi që nga fëmijët e vegjël që do lexojnë ca vargje që Bibla flet për fëmijët, do kemi të rinj që do lexojnë ca vargje që Bibla flet për të rinj, do kemi njerëz në moshë që do lexojnë ca vargje, do kemi motive të gjithë shqiptarisë që nga jugu deri në veri të Shqipërisë me këngë, me gëzim, me adhurim. Janë ftuar të gjithë pastorët dhe antarët ungjillor të kishave ungjillore në Shqipëri, në Kosovë, apo dhe më gjerë, të gjithë trevat shqipfolse që të vinë të ky event, është një event i madh, gëzimi dhe festimi asaj që Zoti ka bërë. Në datën 15 maj do të ketë një konferencë një ditore për Biblën. Kjo është vetëm për pastor dhe për drejtues. Dhe kjo është që ne do shpjegojmë pak më tepër pse u bë ky përkthim i Biblës, si u bë, cila është filozofia e përkthimit, do flasim pak me shembuj më konkret në lidhje me përmirësimet, qartësimet që janë bërë në këtë Bibël dhe disa tema të tjera që kanë të bëjnë me Biblën që do të thellohemi pak më tepër. Okay. You want to sing a song? Yeah, I feel great. Let's end it. Thanks, Ariel. Faleminderit. Appreciate it. Ready?